Ndërsa kryeministri Edi Rama ndodhej në Pogradec për mbledhjen e kabinetit qeveritar, një histori e pazakonte ka tërhequr vëmendjen e gazetarëve. Halim Bufi, një shqiptar që jeton prej 35 vitesh në Greqi, ka udhëtuar gjatë gjithë natës vetëm për të takuar kreun e qeverisë. I nisur në orën 4:30 të mëngjesit me automjetin e një miku grek, ai thotë se sakrifikoi gjumin me dëshirën e madhe për t'i dhënë dorën kryeministrit. Unë janë nisur në 4:30 me të grekut. E ka marrë në mëngjes. Për të natën ka dhe e tha 5 orë, 6 orë që ka marrë. Erdha të takoj kryeministrin e Shqipërisë. Na ka mbrojtur deri më sot, na ka mbrojtur. Unë ngrim kam 35 vjet. Që kur u mbyll miniera, kam punuar minier të Omeshit, të Gurguq, pastaj i kanë rënë. Kam qef. Më do zemra. Jo se s'dua, tash unë dua ta takoj thjesht. Marë më kemi parë në televizor, tash po duhet të flas. Nga afër duhet ta takoj një. Largë kam parë, po me Vatosnanën, po sa ishte Vatosnana jam takuar. Kemi patur. Më me na Big Doklin, me ato që ka patur për bat, e më shumë. Në Mokru erdhi Vatosnana atë ne. I da dolën këta të das, dhe shu bëm cop atje. Unë nuk e di se unë kam qef ta takoj si fikizit, s'dua as tjetër, po ta takoj atë pastaj s'duhet të jetoj më. S'dua, aq më mbushë. S'dua më. Është një litër që për mua ajo është koka e Shqipërisë sot për sot. Si në Greqi edhe këtu unë do pres edhe një muaj këtu. Një muaj për atë burr do pres. Edhe jetën do aja për atë burr. E kam dhënë dhe do të jap për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Pavarësisht lodhjes së rrugës dhe orëve të gjata të pritjes në qytetin liqenor, qytetari është shprehur se është i gatshëm të presë edhe një muaj të plot, vetëm për ta realizuar takimin e tij të dëshiruar me kryeministrin Rama.